Ka nisur ndërkohë edhe seanca plenare, shkojmë shohim çfarë po diskutohet atje. Nuk e di sepse ka patur një skenar nga ana juaj për ta mbyllur apo jeni të paaftë. Por sidoqoftë kryetar, nëse nuk jeni në gjendje të zbatoni urdhrin tuaj, jepni dorëheqje, është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e bëni dot, sepse 8 seanca janë të mjaftueshme të tregonit që jeni në gjendje të drejtoni punimet e këtij kuvendi. Nëse nuk jeni të aftë, nëse nuk dini ta bëni, jepni dorëheqje zot. Kjo nuk është një fjalë për procedurbalin, kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 4 akte të reja, 1 nga Këshilli i Ministrave dhe 3 nga deputet, si dhe 2 interpelanca. Titullet e çështjeve depozituara i gjeni në sistemi këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare në kuvend. Ju njoftoj se në kuvend nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë depozituar 2 vendime për dhënien e mandatit deputetëve, kandidatët listës shumë emërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, zoti Besnik Brahimi dhe zoti Shkurt Lasku, pas krijimit vakancës në kuvend nga dorëheqja nga mandati i zotit Tom Doshi dhe zonjës Sabina Jorgo. Sot në datën 16/10/2025, në mbështetjen e nenit 13 të rregullores, është mbledhur Këshilli për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin për të verifikuar mandatet e deputetëve të zgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Raportin do ta paraqes zoti Bledar Çomo. Fjala për zotin Çomo. Faleminderit kryetar.